dhe të ashpër, sidomos me rastet e tilla ku maltretohen qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse mendoj që aspekti i tillë i lëvizjeve të njerëzve është njëra ndër kaptinat që do thotë edhe procesi i Berlinit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallit dhe të kapitalit e ka si parim. Prandaj Serbia mendoj që duhet të ketë kujdes me këto veprime, sepse to nuk i bojnë nder përkundrazi e futin në shtetin i cili me siguri nuk respekton rregullat, nuk dalet njeriu duke shkuar në qoftë edhe te ne, po ashtu. Nuk kem nevojë që sot të krijojmë të krijojmë të lashe me njerëz dhe me familjarë të cilët do thojnë dhe kanë nevojat e tyre për vizituar apo për të kaluar tranzit, qoftë në Kosovë apo në Serbi. Dhe mendoj që kjo formë e tillë e Serbisë, me qenë se politikisht Serbia është e ngarkuar, sidomos elita politike dhe shtetërore në Serbi, dhe tenton që të krijojë, mund të them, ato benefitet të brendshme që Serbia nuk je dorë nga Kosova, që do thotë është një nonsens i llojit vet. Duhet të themi se kemi parë muajt e fundit provokime, siç ishte rasti i festës së maturantëve serb në Mitrovic dhe në Zvečan. Sa e rrezikuar është Kosova, më konkretisht veriu, nga një ngjarje konteksti të ngjashëm me Banjskën në kushtet aktuale? Shif 4 komunat veriore, mund të them, e përbëjnë atë pjesën që popullata etnike e pakicës serbe është koncentruar, do thotë në shumicë, dhe në këtë rast mendoj që çdo aktivitet, çdo festë, sidomos festat fetare ortodokse serbe, manifestohen me fryma nacionaliste dhe mund të them disa raste keq përdoren edhe fëmijët edhe nxënësit, siç ishte rasti i fundit i maturantëve. Dhe mendoj që çdo lëvizje që bëhet në veriun e Kosovës, qoftë për festa, qoftë për aktivitete të ndryshme, të lira apo sportive, shfrytëzohet ai momentum që të shpaloset opusi i tyre, i mitit e tyre nacionalist mbi Kosovën. Dhe mendoj që ju përmend rastin e Banjskës, të shtatorit 2023, i cili kaloi gjurmë, mund të them që paraqet edhe komplet atë që hyn opusin e asaj që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin në pjesën veriore, sepse aktiviteti, mund të them, i grupeve të tilla, sidomos si Radojqiqi, që ka një fuqi në Serbi dhe ka, mund të them, edhe efektiva, të cilat janë afërtina dhe mundën në të ardhmen të planifikojnë edhe aksionet e tjera, sepse ky rrymë kufitar, do thotë, Kosova ka zona afër dikon një vijë kufitare për mbi 300 kilometra, 340 kilometra me Republikën e Serbisë. Do thotë në këtë vijë kaq këtë hapësirë, do thotë, të vijës së gjatë të kufirit, mund të keq përdoret jo vetëm për kontrabandë, por edhe për qëllime destruktive edhe efekte terroriste të organizimit të këtyre grupeve që vijnë nga Serbia. Dhe në këtë drejtim mendoj që pjesa veriore është pikë ende nxehtë që ka depërtime të mira, do thotë aspekte pozitive rreth sigurisë dhe lëvizjes krahasuar me periudhat e pahershme. Do thotë sot njerëzisht mund të shkojnë në këtë pjesë, mund të qarkullojnë, mund të kalojnë përmes kësaj pjese për të qarkulluar qoftë nacionaliteti serb, por kuptohet edhe shqiptarët qarkullojnë lirshëm, dhe mendoj që por fokusi është që momentume të tilla si të festave apo aktiviteteve të tjera shfrytëzohen, nëse ka një aktivitet sportiv ose një lojë, siç ishte rasti Shqipëri-Serbi, ata mund ta shprehin jo vetëm gëzimin sportiv, por edhe aspektin e emocioneve të tyre nacionaliste, të cilat mendoj që dorën në zemër nuk janë të shëndetshme, sepse krijojnë prap raporte dhe tensione të cilat nesër mund të keq përdoren edhe për aktivitete më të rënda. Në ndjenin tuaj, a shndron ende në tryezën e kryeministrit të Kosovës, zotin Albin Kurti, plani për hapjen e urës së Ibrit, dhe nëse zoti Kurti arrin ta krijojë qeverinë, mendoj se do të zbatohet ky plan? Po, është një simbolik, them drejtën, ura e Ibrit, sepse është një shaj e bashkimit të qytetit, bashkimit të njerëzve edhe kulturave. Është pasuri në një vend kur kemi
kultura dhe etni të ndryshme, edhe pse Kosova mund të them është mbi 93-94% popullat shqiptare, por ato 6-7% pakicat të tjera e pasurojnë jetën e Kosovë, mund të them drejtën, po dhe kulturat, sepse Kosova njihet për tolerancë në aspektin sidomos të asaj që ka të bëjë me religionin, dhe është jashtëzakonisht e mirë, dhe ne shqiptarët mund të krenohem ndoshta edhe në nivel botëror, që tolerancën e tillë e kemi jashtëzakonisht të zhvilluar dhe nuk është rastësi që përmendëm si shembull për të mirë, dhe mendoj që aspektet e tilla, të cilat siç është rasti i urës, sepse shumë njerëz mendojnë që ura pastaj kalohet, sepse është atje sheshi në pjesën veriore të qytetit, ku është i simbolik, sepse prap qarkullimi i lëvizjet të automjeteve kalon krahun gjatë 10 majt, dhe që sot është, do thotë, në qarkullim, por hyn nga pjesa, nga 2 ura tjera, nga lagja e Boshjave dhe nga Suadolli, dhe po kjo që është qendrore, ura që simbolizon një lloj, mund të them, parafrimi dhe shenjë e cila me të vërtetë është e rëndësishme për të dy palët, dhe mendoj që nuk ka nevojë të politizohet. Ka qenë në rasti kur Kurti ka marrë iniciativë për hapjen e urës, pastaj institucionet evropiane, të Unionit Evropian dhe të KFOR-it ka pas deklarata pro dhe kundër, por mendoj që kjo duhet të jetë arsyeshme, duhet të jetë logjikshme, nuk ka nevojë të japet konotacion politik, sepse kjo urë fundi fundit edhe sot qëndron dhe ka një jeshit që jep edhe hibrit, lumit, dhe mendoj që nuk mund të shfrytëzohet në aspektin, sepse ndonjëherë çdo iniciativë që është marrë nga qeveria e Kosovës është parë në frymën asaj që është një veprim i cili mund të dëmtojë raportet qoftë brendshme qoftë me faktorin e jashtëm, por unë besoj që këto gjëra edhe me faktorin ndërkombëtar duhet sqarohen dhe duhet të thonë të që kjo nuk ka të bëjë me cenimin e drejtave të komunitetit serb në këtë rast, por është një shenjë e cila bashkon qytetin, bashkon kulturat dhe njerëzit. Sa i përket krizës institucionale që ka mbërthyer vendin që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, cili mendoni ju se po I korr to frytet e ngërçit, Kurti apo opozita? Kam drejtën jem situatë të tillë që nuk kemi as pozitë as opozitë, sepse derisa të përmbyllet formimi I institucioneve të kuvendit, që është me kryetarin e kuvendit, pastaj nën kryetarët, dhe kalojmë në afatin ligjor kushtetues për formimin e qeverisë, 15 ditor, dhe ato nuk ka koketim. Do thotë fillon, po që sot zgjidhet nesër, më duket seanca. Ajo episoda seriali, mund të them, jashtëzakonisht I pakuptueshëm, them drejtën, por ma vonë do flas për këtë. Do thotë automatikisht hym në afatin kushtetues për zgjedhjen e qeverisë, dhe nuk ka më koketim me seanca 2, 3, 10, 15. Do thotë sepse kalon afati dhe soset, them sikur që soset mandati. Dhe në këtë drejtim është më rëndësi të thuhet që do shta dhe kjo bëhet me qëllim, por gjeopolitika s'është më botërore, çështja e sigurisë dhe gjitha këto turbulenca që kemi sot në zhvillimin botërore nuk bën të lejojmë që politika ose barësit e institucione politike të jenë aq komod, të futen në cirkun e mund të them nuk është ky ndaj organizim me vend të shove të ndryshme. Dhe tëra kjo tregon jo seriozitetin, mund të them, të forcave politike. Nuk e di në shqiptarët a jem kështu pak a shumë në historinë tonë të tillë që të jem të përqarë dhe të mos arrim të krijojmë një unitet dhe vëdisim për atë që është kapitali, siç është interesat shtetërore, por të gjithë qytetarëve. Se banësi është qytetari, ne mund të flasim gjëra amorfe dhe gjëra ndryshme, por qytetari mund të psoj pej gjitha këtyre neglizhimeve dhe proceseve që dëmtojnë vetë interesin, mund të them, të atyre të cilët janë të obliguar dhe kanë marrë përgjegjësi për krijimin dhe mirëqenien sa më të mirë të qytetarëve të shtetit. Mendoj që janë nuk ka vizion
dhe nuk ka platformë. Shifni, mendoj edhe në Shqipëri deri dikon kështu është. Por në Kosovë është një trilaterale, mund të them, e cila vizion dhe koncept nuk ka. Koncepti i njerëzve të cilët sot, mund të them, bëjnë politikë, është, ose rasti sot në parlamentin e Kosovës, i forca politike, është kush do jetë president, kryeministër, ministër, ambasador dhe borde. Ky është vizioni dhe këtu është esenca. Dhe kjo është shifë e qartë për ata që dojnë mi po, bile mund të them ka qenë ajo